Partia Socialiste nuk përjashton mundësinë për mocion besimi ndaj kryeparlamentares Josefina Topalli, por edhe kryeministrit Sali Berisha. Por se në të dyja rastet numri votave është më i rëndësishëm për të arritur në një qëllim final që për Partinë Socialiste është rrëzimi i kryeparlamentares Topalli nga drejtimi i kuvendit, ndërsa me kryeministrin largimi i gjithë qeverisë. Ndërsa për zonjën Topalli, Kushtetuta e Shqipërisë nuk ka ndryshuar në vitin 2008, duke lënë kështu mundësinë për rrëzimin e saj me shumicë votash të anëtarëve të kuvendit, çka do thot me 71 vota pro, kryetari i kuvendit largohet nga detyra. Për kryeministrin Berisha, Kushtetuta e Republikës, përmes ndryshimit të bërë me datën 21 maj të 2008-s, kërkon domosdoshmërisht emrin e kryeministrit të ri, i cili të sigurojë 71 vota në kuvend, çka sjell edhe rrëzimin automatik të kryeministrit aktual. Neni 105 i Kushtetutës thotë se 1/5 e deputetëve ka të drejtë të paraqesë për votim në kuvend një mocion mosbesimi ndaj kryeministrit në detyrë, duke propozuar një kryeministër të ri. Kuvendi mund të votojë një mocion mosbesimi ndaj kryeministrit vetëm duke zgjedhur me votat e më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të tij një kryeministër të ri. Presidenti i Republikës dekreton shkarkimin e kryeministrit në detyrë dhe emërimin e kryeministrit të zgjedhur, jo më vonë se 10 ditë nga votimi i mocionit në kuvend. Ndërsa neni 106 detyron kryeministrin dhe ministrat të qëndrojnë në detyrë deri në formimin e Këshillit të Ministrave pasardhës. Megjithëse opozita nuk e ka mohuar mundësinë për mocion ndaj kryeministrit dhe kryeparlamentares Topalli, si rezultat i përgjigjes negative për statusin e vendit kandidat, duket se do të jetë një hap i vështirë për shkak të llogaritjes së numrave në kuvend. Në legjislaturën e shkuar në kuvend opozita ka bërë 2 mocione mosbesimi për Topallin, por në asnjërin prej tyre nuk ka arritur shumicën e nevojshme.